Ta knatësi dhe faleminderit për minutat që po i ndonë për këtë edicion të Alarmit edhe të na tregosh për historinë tënde që është mjaft frymëzuese dhe mjaft interesante. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, shpresoj që po na dëgjon. Si nisi Arjeta gjithë kjo aventurë e jotja? Filloi që kur erdha në Shqipëri, që hapa kompaninë dhe fillova duke bërë ambulanca, zjarë fikse, edhe pastaj filluam edhe me makinat ushtarake, që pam që nuk kishte prodhim makinat ushtarake. Po sa është e vështirë se të ne po t'inglon mjaft interesante dhe mjaft ndoshta e çuditshme, apo kupton? Themi që jeni tu e ndërtu ose makina ushtarake, sa është e vështirë kjo? Sa ka qenë e vështirë për ty që nga procesi i këtij fillimi? Është e vështirë se kjo fillon me gjithë jetën time, me inxhinieri, me eksperiencë që kam bërë, pastaj është një komplet paketë, nuk është thjesht vendosëm një ditë bëjmë një makinë ushtarake. Ne kemi filluar bëjmë ambulanca, nga që kam pasur kërkesa shumë ambulanca blinduara, kemi bërë ambulanca të blinduara vende si tip Ukrainës apo Izraelit, sa bashkëpunojmë edhe me NATO. Edhe kur filloi që ishte një panajer Eurosat i pam që nuk kishte asnjë kompani shqiptare, edhe ne kishim si ëndër të bëjmë një mjet ushtarak, edhe kishim edhe shumë kërkesa për mjetet ushtarake, pam që s'kishte edhe asnjë kompani shqiptare që kishte bëmë përpara, vendosëm që ta provojmë një herë. Po kthehemi pak edhe tek fëmiria jote, si e kujton ti fëmirinë edhe periudhën që ke qenë në Turqi, atë ka ndiku ajo periudhë për me u formësu për pasionin tënd për makinat? Po, sigurisht, se babai ka qenë për herë duke u marrë me hidroliku në mjeteve, kështu që kam qenë shumë pranë atij dhe çdo shtunë mund të them që kam qenë të puna atij. Dhe kështu që kam qenë shumë në brendësi mjeteve dhe më pëlqente shumë ato pjesa hidrolike, vaji hidrolik, çdo gjë. Po, a ke pas ndonjë moment që t'ka bo me thonë, po du me u kthy në Shqipëri edhe po du me bo diçka interesante, diçka ndryshe? Jo që du me bë diçka ndryshe, po për herë që 4 vjeç që kam ikur unë në Shqipëri, familja ka thënë një ditë do kthehemi në Shqipëri, edhe atë thoshim që vitin tjetër do kthehemi, edhe kjo së bote fare, edhe kur bëra 30 vjeçë thash ju si jeni duke ardhur, po unë do ik se nuk pres dot më. Kështu që më shumë vendosa që të kthehem në Shqipëri, që më kishte marrë madhe për Shqipërinë, jo që të bëj ndonjë gjë. Bëjmë ndonjë gjë, erdha në Shqipëri që do bëj. Si ndjesh ti është një grua e cila sfidon normat dhe ndërton tanke, makina, në një shoqëri që ende mund themi jeton brenda kornizave patriarkale. Si u përballe me këto paragjykime? Më pëlqen shumë, në fillim për herë është pak e vështirë derisa të kuptojnë që ti je e aftë të bësh këto gjëra, po më pëlqen që kur e shohin që gratë e vajza mund të bëjnë gjëra shumë të bukura. Edhe mund të jemi edhe shembull për vajza të tjera, për këtë arsye më pëlqen shumë. Ju e keni vendosur emrin Shota të kësaj tenke, po na trego ku erdhi, ku inspirove për këtë emër? Sigurisht nga Shot Galica, që ne jemi një kompani me 70% vajza shqiptare, dhe një grua shqiptare e fortë, heroina jonë do ju pushtate për këtë emër më së miri. Gjithashtu kishim qejf që edhe emri Shot Galicës të përmendet në gjithë botën. Po si ishte eksperienca edhe ndjesia kur e prezantove për herë të parë autoblindën Shota në panajirën ndërkombëtare, siç ishte edhe Parisi? Po, ishte shumë bukur, para punës ishte të huajt shumë të çuditër, edhe një kompani shqiptare që nuk prisnin, edhe një kompani vajzësh, edhe ju dukte me të vërtet shumë interesante, kishim edhe shumë shqiptar që erdhen nga shumë shtete që ishte rreth Francës edhe vizituan, kishin shumë emocione, edhe me të vërtet nuk prisim edhe kaq shumë pozitivitet në base. Po, qëfar komente more? Cilat kanë qenë ato komente që i mban mend edhe si haron asnjëherë? Ndjes. Them, qëfar komente more atë ditë?
Komenti më i shumë që ishte nga shqiptarët ishte krenaria, që ndihemi krenar. Edhe kjo me vërtet më ka bërë shumë të lumtur. Nga të huajt ishte ju lumt edhe që kërkuam të bëjmë bashkëpunime, që jemi në negocime me shumë kompani të huaj për momentin. Po, a ka qenë e vështirë me hyrë në një industri që është e dominuar nga meshkujt? Me ju thënë drejtën një dhe aqë vështirë, thjesht janë disa paragjykimet në fillim, edhe kur i ka përcen ato nuk është edhe aqë vështirë, prandaj unë mendoj që vajzat dhe gratë mund të futen në shumë të këto industrit, edhe të makinerit, edhe të konstruksioni, në shumë gjëra mund të futet në vajzat, në fillim thjesht janë këto paragjykimet, por nuk është në një gjë shumë e madhe. Do më thonë, në një farë mënyre ja u rekomandon të gjitha vajzave që sa do pak kanë interesim për këtë pjesë, apo jo? Absolutisht, se në fakt ka një fushë shumë të gjerë në shumë drejtime dhe vajzat zakonisht kanë marrë 30% e kësaj, mund të jenë në 100% në shumë gjëra. Mos ta konfuzojmë vetëm me një 10% të tregut. Kur në takimet të tua të rëndësishme dhe në eksperiencat të tua të punës më herët, të anashkalonin ndoshta si eksperte, si arritë të fitosh besimin edhe të fitosh autoritetin që ke tani në këtë fushë? Vjen edhe nga eksperienca duke punuar sa më shumë. Tani ne kemi filluar të punojmë me Kombet e Bashkuara, me Bankën Botërore, me NATO-n, edhe deshi ato janë referenca shumë të rëndësishme, po këto erdhën duke punuar, domethënë duke marrë sa më shumë punë, duke aplikuar sa më shumë punë, edhe kështu që krijon një referencë, ti sjell produkte me shumë kualitet, ne kemi gati në 20 shtete ambulansa, makinat blinduar edhe mjete tjera. Tani për momentin jemi duke bërë edhe ambulansa për Barbados për shembull, që do të ketë ambulansa Made in Albania në Barbados, kështu që duke bërë në shumë shtete me gjithë ato reference edhe me feedbackat pozitive, ti krijon një besueshmëri. Po si është pritur shota ndërkombëtarisht edhe a ka interes për prodhimet e tua? Po, sigurisht, ndërkombëtarisht ne kemi biseduar edhe me shtetet të forta si tip Gjermania, Anglia, edhe besoj që si vjet ose maksimumi vitin tjetër do kemi bashkëpunime që të bëjmë disa prodhime bashkërisht këtu në Shqipëri, edhe nga kontinentet tjera si tip Afrika, Amerika Latine, Asia ka shumë interes, edhe besoj njëherë kemi qejf që të dorëzojmë në Shqipërinë e Kosovë edhe pastaj të dorëzojmë edhe te këto vende tjera që kanë shumë interes. Po kur do kemi mundësi që ndonjëherë Shqipëria për shembull të posedoj të paktën disa prej këtyre llojeve të makinerive? Unë mendoj që 2025 do kemi. Do kemi nga ju? Do I kemi nga ju, apo ju? Mendoj që po. Folëm pak paraprakisht për paragjykimet që ke hasur nga shoqëria, nga rrethi, kur ke pas edhe kur ke shpreh interesim për me qenë pjesë edhe eksperte e këtyre makinerive, po sa i përket familjes, a ke pasur mbështetje dhe cilat kanë qenë komentet e tyre në fillimet e tua? Për punën që po bëj nuk ka pas paragjykim nga familja ime, po pak për Shqipërinë, se nuk e din Shqipërinë, nuk e din gjuhën, nuk e din shoqërinë, edhe e ke shumë të vështirë të përshtatesh aty. Kjo ishte paragjykimi i familjes. Pas 2-3 vite u përshtata me Shqipërinë, kështu që nuk ka qenë aq e vështirë. Po për pjesën makinerit e kështu, familja asnjëherë s'ka qenë paragjykise. Unë kam qenë për herë interesuar me mjetët, kam studiuar për inxhinieri, kam punuar në Gjermani dhe në Japoni, prapë me mjetët, kështu që ishte ndonjë gjë normale në familjen tonë. Po si ke thënë që do të kontribuosh në vend edhe për gratë, si realizon këto dy qëllime në përditshmëri? Duke krijuar një kompani që ti punson të rinjt, i mëson profesione të reja, që të bësh ambulancë, të bësh makina blinduara, teknologjia të reja, duke eksportuar nga Shqipëria në vende tjera, duke bërë Made in Albania një brand me kualitet,
mendoj që kështu kontribojmë për vendin. Te kompania gjithashtu duke pasur 70% vajza, duke i drejtuar ato te proceset teknike, edhe aty kontribojmë te vajzat, mendoj. Kështu që edhe kontributin e shtetit edhe kontributin e vajzave në këtë mënyrë po e bëjmë. Po pse mendon që është e rëndësishme përfshirja e grave në këtë industri? Sepse mendoj ka shumë gra dhe vajza të zgjuara dhe thjesht kanë nevojë për disa shembulla që të shohin që në këtë sektore mund të jenë e aftë dhe mund të bëjnë gjëra shumë të mira. Edhe unë kam qejf të shoh këto vajza dhe gra të aftë që krijojnë shota të tjera ose produkte të tjera në Shqipëri, në Kosovë. Duke e ditur që je edhe si përmarrëse, cilat janë disa nga sfidat më të mëdha që ti që përballesh me to në Shqipëri? Mendoj si përmarrëse në fakt jo në Shqipëri, po globale mund të jetë likuiditeti si gjithë, se mund të kesh shumë ëndra të mëdha, po likuiditeti të kufizon mbase edhe në shtete tjera si tip në Amerikë apo në Dubai ke gjëra tipit private equity edhe kështu, në Shqipëri e në Kosovë akoma nuk janë avancuar këtu. Kështu që ti ke një rrymë pak më të ngadalt. Kjo mund të jetë pak më e vështirë. Po si mund të ndikoj bashkëpunimi me shkollat profesionale në ndërtimin e një fuqie punëtore më të përgatitur? Në fakt, në bashkëpunim me shkollat profesionale dhe ka qenë shumë eficiente. Kemi, për shembull, student nga gjimnasti që bënte sistemin elektrik të ambulancave, apo kishim dizajnerë që bënte dizajnin e mjeteve nga shkollat profesionale. Eksperjenca jone ka qenë shumë e mirë. Thjesht bashkëpunimi me shkollat profesionale dhe kompanitë do të jetë pak më e strukturuar. Se për shembull në Shqipëri ka qenë vetëm një herë në javë, po në qëse shikoni në Zvicër, në Austri është ka të 3 herë në javë ose 2 herë në javë që ato vinë dhe punojnë, kështu që mund ta ndjekin procesin më mirë dhe ne mund të mësojmë më mirë dhe mund të jetë një bashkëpunim më i saktë. Po vajzave të reja të cilat kanë ëndra edhe ëndra të mëdha për që ndihen të kufizuara nga rrethanat sociale, çfarë mesazhi ju jep? Ato që kanë ëndra të mëdha do të kenë edhe guxim të madh. Domethënë, sa më të madhe ta kesh ëndrën aq më shumë do ta kesh edhe guximin. Kjo është edhe mund të jesh shumë e mirë, shumë e shkatët, shumë e aftë, po nuk ke guximin, nuk arrin të ëndra. Mendon se për të gjithë të rinjët, Shqipëria u ofron kushtet ideale për të qenë një fuqi punëtore më e përgatitur, siç e thash edhe më herët, në aspektin e kësaj industrie? Shqipëria po zhvillohet edhe mendoj që do i shikoni në 2025, në 2026, do ketë shumë kompani të huaja që do vinë këtu të krijojnë fabrika prodhim. Edhe shqiptarët do kenë shumë fushte që të mësojnë gjëra të reja, të zhvillojnë veten profesionalisht. Gjatë intervistës na fole për shumë projekte tua, po na trego se cili ka qenë projekti më sfidues edhe pse? Sfiduese shota ka qenë, sepse është një mjet ushtarak dhe nuk kishim një know-how shumë të mirë, kishim kohë të kufizuar, edhe know-how për mjetet ushtarake nuk ta jep askush në shtete tjera, më përpara në Shqipëri nuk kishte prodhuar, kështu që nuk kishim ku të pyesim as në Shqipëri për një ekspert, për një eksperiencë. Ne kemi bashkëpunuar me Qendrën e Inovacionit e Ministrisë Mbrojtjes në Shqipëri dhe kemi biseduar me ushtarët tonë. Ato kanë dhënë mendimet e tyre dhe na kanë ndihmuar kjo gjë. Por pjesën e ekspertizës nuk kemi pasur në pjesën mekanike apo inxhinierike. Kjo ka qenë tepër sfiduese. Po Arieta, cila është filozofia jote si lidere një kompanie që jo vetëm prodhon, por edhe edukon? Filozofia jonë është kjo, që të kontribuojmë të shteti jonë, të zhvillojmë shtetin tonë sa më shumë dhe të kontribuojmë të shtyjmë vajzat të sektorët që dominohen nga meshkujt, që të kemi një balans 50-50 faktën. Arieta, cilat janë gjësi që planifikon për ti mak SHPK në vitet e ardhshme?
Ne kemi qef të kryojmë një kompani Timac Defense, edhe kemi qef të bëjmë jo vetëm produktin shota, po të bëjmë edhe produkte tjera mjete ushtarake, edhe duam të zhvillojmë industrinë ato mjeteve të blinduara në Shqipëri, apo ushtarake, sa më shumë. Okej. Nëse do të përmbledhje rrugtimin tënd me një fjali që do u jepje vajzave të reja, cila do të ishte ajo? Të them prapë të njëjtën gjë, guximi ka qenë. Shumë herë kam pas shumë frikë që të bëj disa gjëra, se merr rreziqe shumë të mëdha, por me guximin mund të arrish, domethënë edhe me të vërtet ka një kënaqësi jashtëmase shumë të madhe. Ne kur e bëm shotën për shembull, ka qenë edhe ajo një rrezik të kapim afatin, të shkojmë në Eurosat të ri, po pas që e bëm gjithë stafi u ulëm edhe thjesht e kemi pa 8 orë ose 9 orë shotën, domethënë ishte një kënaqësi shumë. Kënaqësi është vetëm të dëgjosh për këtë që keni bërë, lema edhe ta përjetosh si eksperiencë dhe si krimi joti. Faleminderit shumë Arieta për minutat, edhe faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit që më ftuat. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi. Ditë mbar. Është kënaqësi mjaft e veçantë të kemi kësaj lloj njerëzish si Arieta që Sidomos vajzat shqiptare të sidomos vajza, që është një